Horoskopi ditor, e shtunë, 28 shkurt 2026. Dashi, edhe pse do të keni një farë krenarie dhe do të ndiheni më superior, sërish do të mbani marrëdhënie të mira me të tjerët. Optimizmi do t'ju shoqërojë kudo dhe do të ndiheni të lumtur. Për ju të dashuruarit, komunikimi, toleranca dhe përullësia do t'jenë cilësitë më të mira të cilat do t'ju nxjerrin nga vështirësitë. Shumë persona do t'ju adhurojnë për të gjitha këto. Ju beqarët ka mundësi të filloni lidhja fatgjata me persona interesant. Në punë do të keni gjatë gjithkohës mbështetjen e diellit dhe do të arrini çdo qëllim që do t'i vini vetes. Vigjilenca gjithashtu nuk do t'ju mungojë. Në planin financiar mos e lëshoni veten edhe sikur gjendja e tij e delikate. Me maturi dhe durim, gjithçka do të mund të rregullohet. Demi. Fal Marsit dhe Uranit, do të dini gjithmonë si të veproni. Sot, prandaj, gjërat do t'ju ecin më së miri. Ju të dashuruarit duhet i merrni gjërat si t'ju vinë dhe nuk duhet të kërkoni me ngulm gjërat të panumërta. Ju beqarët do t'jeni të paqëndrueshëm dhe ka rrezik të refuzoni disa ftesa që do t'ju bëhen. Në fakt do të pendoheni shpejt për këtë sjellje tuajën. Në punë do të vazhdoni të jeni në kërkim të ëndrave tuaja dhe mund të shpërqendroheni paksa nga gjërat reale që duhet të arrini. Ktheuni shpejt me këmbë në tokë nëse nuk doni të keni probleme. Financa do të mbeten në të njëjtën gjendje si më parë. Duhet të shpenzoni me kursim dhe në asnjë mënyrë nuk duhet i jepni hua. Binjakët, do të bëni mirë të merrni disa vendime gjatë kësaj dite, pasi duke ja lënë gjërat kohës, nuk i dihet çfarë mund të ndodhë. Ju që jeni në një lidhje ka rrezik të përballeni me zhgënjime të mëdha. Gjithçka që keni menduar për partnerin do të bjerë poshtë menjëherë. Ju beqarët do të bëni mirë të qëndroni edhe sot ashtu si jeni, sepse mundësitë nuk do të jenë të kënaqshme në punë. Nëse tregoheni shumë autoritar, keni përtyrë në konflikt me të gjithë. Bëni shumë kujdes me mënyrën e komunikimit. Në planin financiar ka rrezik të bëni gabime nga dëshira e madhe për t'u pasuruar sa më shpejt. Asgjë nuk mund të bëhet me inat. Gaforia, nuk do t'ju pëlqejnë as pak komandimet gjatë kësaj dite dhe as ata që mundohen t'ua hedhin. Për fat keq, suksesi nuk do t'jetë në anën tuaj. Ju të dashuruarit do t'jeni shumë xheloz ndaj partnerit dhe mund të debatoni ashpër me të. Sa më shpejt ta kuptoni gabimin që keni bërë, aq më të lehtë do e keni të rivendosni qetësinë. Ju beqarë do të realizoni takimet jashtëzakonshme dhe do e ndryshoni menjëherë situatën tuaj. Në punë duhet të respektoni çdo kënd që keni pranë dhe të keni më shumë besim tek ata. Dijeni se të vetëm nuk keni për të arritur shumë. Në planin financiar do të jeni të detyruar të bëni kujdes që gjendja të mos ketë shumë tronditje. Luani, komunikimi dhe privilegjimi i jetës sociale do t'ju ndihmojë shumë të përmirësoni jetën tuaj sot. Do të keni edhe shumë ide të këndshme që mund t'i shprehni sa të mundeni. Në ndikimin e madh të Venusit, ju të dashuruarit do t'i kushtoni më tepër rëndësi se kur më parë jetës në çift. Do të kaloni më shumë kohë me partnerin dhe do t'i përgatisni surpriza. Ju beqarët do të keni një ditë intensive dhe plotë për plot me takime. Shfrytëzojeni sa më shumë. Në punë, gabimet e disa kohëve më parë do t'ju bëjnë të keni një bilanc të gjithçkaje. Merrni sa më shpejt masa në mënyrë që situata të rregullohet. Financat do të kenë goxha përmirësime fal një shume të konsiderueshme që do të merrni pas një projekti të përfunduar. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do të keni reflekse shumë të mira dhe do të jeni përherë koherent. Kjo mënyrë të vepruari do t'ju sjellë vetëm përfitime. Për ju të dashuruarit do të jetë një ditë e mbushur me bashkëpunim kjo e sotmja. Gjërat do të ecin më së miri dhe nuk do të keni për çfarë të ankoheni më. Ju beqarët do të kërkoni në çdo cep princin tuaj të kaltër, por nuk do të mund ta gjeni dot atë. Në punë do të jeni edhe më të përkushtuar se më parë, kështu që në asnjë moment nuk do t'ju lindin probleme, edhe mbështetja e kolegëve do të jetë e adhurueshme. Në planin financiar duhet të bëni disa zgjedhje të zgjuara në mënyrë që situata të përmirësohet. Ju jeni të zotut, kështu që mund t'ja dilni. Peshorja, ju do ta kaloni ditën e sotme në një mënyrë të jashtëzakonshme. Do të ndiheni të lumtur dhe krenar për gjithçka keni arritur dhe keni mundur të keni. Nëse jeni në një lidhje, do të ndiheni më të dashuruar se kur dhe do t'i shprehni pafund ndjenjat tuaja. Nëse jeni beqar,
do t'i koleksiononi aventurat dhe do të ndiheni mjaft mirë. Gjithsesi, do të duhet ende kohë që statusi t'ju ndryshoj. Në punë keni për të shkëlqyer dhe të gjithë do t'ju mbajnë në gojë për mirë. Do të keni ide fantastike dhe për projektet e kolegëve, kështu që do t'i ndihmoni. Financat do të kërkojnë më shumë maturisë se kur më parë. Po bët gabime sot, do të keni probleme për një kohë të gjatë. Mendohuni përpara se të veproni. Akrepi, falëmbështetjes së madhe të hënës dhe Venusit sot do të keni më shumë kujdes dhe do të arrini të gjitha qëllimet që i kishit vënë vetes. Ju të dashuruari do të kaloni momente shumë të bukura, do të ndiheni mirë pranë atij që dashuroni dhe do të merrni vendimin për të kaluar gjithë jetën me të. Ju beqarë do të jeni të pafat dhe do të vazhdoni të mbeteni me të njëjtin status edhe për disa kohë. Në punë do të keni diskutime goxha të gjata me kolegët dhe pasi të keni një vizion më të qartë për gjithçka, do të mund të hidhni edhe hapat e dur. Kushtet kanë për të qenë më të mira. Në planin financiar nuk do të keni probleme serioze, megjithatë, duhet thënë se gjendja do të lërë për të dëshiruar. Shigjetari, në disa momente mund t'ju dalin edhe probleme gjatë asaj dite, por nuk duhet kurse si ta lëshoni veten. Për ju të dashuruarit do të jetë një ditë e zakonshme. Do ja kaloni mirë pranë partnerit, por nuk do të përjetoni emocione të veçanta. Nëse jeni beqar, nuk duhet të nxitoheni për të krijuar një lidhje, sepse disa persona do të kërkojnë vetëm t'ju gënjejnë dhe t'ju mashtrojnë. Jeta profesionale nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Vonesat që keni pasur nuk do t'ju çojnë aq shpejt në objektivat që keni parashikuar. Bëni durim, por mos i ndalni asnjë çast për pjekjet. Mërkuri do t'ju ndihmojë në planin financiar dhe do t'ua bëjë më të qarta mendimet. Gjendja do të stabilizohet shpejt. Briciapi, gjatë kësaj dite do të dini si të silleni në çdo moment dhe do të merrni ato që dëshironi. Edhe nëse keni gabuar, do të rini të reflektoni dhe do t'i kuptoni gabimet e bëra. Ju të dashuruari do t'i kushtoni gjithë kohën e nevojshme partnerit tuaj dhe do e bëni atë të ndihet sa më mirë. Mbrëmja do të jetë edhe më emocionuese dhe më e kënaqshme. Ju beqarë do të ndërroni gjëra të pamundura, ndërkohë që fati nuk është në anën tuaj. Në punë vërtet do të kaloni një ditë paksa të ngarkuar, por me motivim dhe besim tek vetja, mund të arrini çdo gjë që keni dëshiruar. Me financat tregoni sa më realist që të mundeni në mënyrë që situata të mos bëhet problematike. Ujori, do të zgjoheni si zakonisht gjatë kësaj dite dhe as nuk do ta mendoni se sa jeta do t'ju zbukurohet. Planetët do t'ju sjellin lumturi pafund dhe fat. Për ju të dashuruarit, jeta do të marrë një kthes shumë të mirë. Shpesh do t'ju duket si kur jeni në ëndër dhe do të keni frikë të zgjoheni. Partneri ka menduar gjithçka në detaje dhe do t'ju bëjë të ndiheni mjaft mirë. Ju beqarë do të vazhdoni të mbeteni ashtu si jeni dhe për pak kohë. Në punë do të bëheni pjesë e një projekti të rëndësishëm që do t'u ndriçojë mendimet dhe do t'ju ndihmojë të realizoni plane të afatgjata. Edhe nëse punoni në grup, rezultatet kanë për të qenë shumë të mira. Për financat, do të bëni edhe sakrifica dhe fatmirësisht gjendja do të mbetet gjatë gjithë kohës e stabilizuar. Peshqit, do të keni arsye të forta për të besuar tek fati gjatë kësaj dite. Në fakt, çdo gjë do t'u eci më së miri dhe në disa momente do të habiteni edhe vetë. Ju të dashuruari do të arrini të rivendosni komunikimin në jetën tuaj në çift dhe do të ndiheni mjaft mirë pranë atij që dashuroni. Ai nga ana tjetër do të jetë tolerant dhe do t'u plotësojë dëshirat. Ju beqarët do të jeni të paqartë për ato që doni të bëni, prandaj do të nguroni edhe të hidhni hapa. Në punë, çelësi për arritjet e mëdha do të jetë brenda jush. Po u tregua të logjikshëm, të vendosur dhe me besim në vetvete keni për të arritur majat. Në planin financiar do të jeni shumë të arsyeshëm dhe nuk do të keni as problemin më të vogël.